Në radhë parë, KXD-ja besoj është shumë optimiste me datën 30 dhe 31. Unë besoj që me një dinamik të tillë nuk ka gjasa që të përfundohet në janar. Verzioni më i mirë është që të përmbyllet në ditët e para të muajit shkurt, pas së cilës do të fillojë të rrjedh afati i parë për ankesa në PZAP, që është 48 orë, pra 2 ditë, për gjitha palët lidhur me punën në QNR. PZAP-ja pastaj ka 3 ditë afat për të vendosur për çështjen fjalë, dhe nëse palët janë të pakënaqura me vendimet e PZAP-s, i kanë 2 ditë kohë ankesë për Gjykatën Supreme, dhe Gjykata Supreme i ka 5 ditë të tjera afat për të kthyer përgjigje, që në total i bie 12 ditë, që në rastin tonë çon tek mesi i muajit shkurt. Pasi që të përmbyllen gjitha këto, KQZ-ja i shpall rezultatet përfundimtare, që edhe ato kanë afat të ngjashëm, madje një ditë më shumë kohë afat për ankesa, që në kupton se janë edhe 13 ditë të tjera që duhet të administrohen për të parashtruar ankesa dhe që ato të vendosen nga PZAP-ja dhe nga Gjykata Supreme. Dhe në rastin e kontestimit të rezultateve përfundimtare, gjasat janë që të ketë vendimarrje të PZAP-s ose të Gjykatës Supreme për të paktën 2 apo 3 çështje, prej të cilave vlen të theksohet çështja e votimit jashtëvendit përkatësisht ardhjes me vonesë të disa votave, që si ankesë është parashtruar nga një subjekt dhe kandidati i saj, por që nga PZAP-ja nuk janë marrë parasysh në atë periudhë, por nuk nënkupton që nuk do të merren parasysh tani. Dhe çështja e dytë besoj mund të jetë ajo që ndërlidhet me votat e fituara nga subjektet politike të komuniteteve jo shumicë në zona ku nuk ka asnjë banor të atij komuniteti, që nëse dërgohet si ankesë edhe kjo mund ta avonojë tutje procesin. Se ka vota që kanë marrë komuniteti serb pa ka në këtë rast partia e zotit Trashić, të paktën nga çfarë është parë, por ka edhe parti bosnjake tazëm që kanë fituar vota ku nuk ka fare komunitet bosnjak, ka parti turke që kanë fituar vota në zona ku nuk ka. Po të manipulume, kanë shku në kuti? Jo, vetë ideja është që sipas precedentit të krijuar nga PZAP-ja, Supremia dhe kushtetuesja në rastin e kandidatës Adriana Hoxhić dhe të subjektit politik Romani Iniciativa, tashmë është e qartë që duhet ketë një lidhje objektive në mes të votuesve dhe kandidatëve të tyre. Kjo i bie që shqiptarët nuk mund të zgjedhin deputet të komunitetit serb, sepse kjo do ta deformonte vetë idenë e ekzistimit të ulsës së rezervuar, sepse normalisht gjitha partitë mund të dakordoheshin potencialisht që të japin disa qindra vota për një komunitet të caktuar apo parti të ndryshme, që do të favorizoheshin dhe pastaj nuk dihet se ata do ta përfaqësonin komunitetin serb apo atë shqiptar. Prandaj mbi bazën e asaj vendimarrje, sidomos nëse vërtetohet që ka orkestrim të votave, do të mund që të njëjtat edhe të anuloheshin në tërësi. Mirë, çysh e sheh krijimin e konstituimin e kuvendit pastaj? Unë besoj që sapo të certifikohen rezultatet që në variantin më optimal do duhet të ndodhte si zhvillim në mes të muajit shkurt. Unë besoj që presidentja do ta thras shpejt mbledhjen konstituive në mënyrë që të kalohet hapi i parë dhe i dytë që janë konstituimi i kuvendit dhe zgjedhja e qeverisë. E normalisht me qenë se lëvizja vendosje i ka 57 mandate dhe bashkë me komunitetet shkon në 68 së është gati, nuk besoj që do të ketë ndonjë problem për çështjen e konstituimit të kuvendit dhe zgjedhjes së qeverisë.